asgjë. Fole. Do me net me ty me bisedu me mësu. Qa ka thënë Einsteini? Fol. Sepse unë e kam dal me vjell. Tashi, Unë jam hajdut. Einsteinin Të lutem. e mori një shok i veti, ma fillon nga E fillimi. morëm me rallë. Unë jam hajdut. Po. Jo, më thuj Hajdutin, më thuj të Einsteinit. Dhe përpishim. Se do ta kpus këte, se nuk duhet vetëm mu. Dash foten dash qenë zyve. Ah, Dhe përpishim me vjell. Me vjell menqurin. ky është ditari jot, po. Sepse Are, qa ishe të bëti? Ti ishe në rëmujën tone. Po kush ja tha këte? po fotem unë në tem, jo kur do një juve, po kur doon. Oh, i në rëmujën. Pra, qa e të bëti, them të në rëmujën time. Ma thuj nga fillimi, ha? Dhe një koleg, pasar si Albert Einsteinit, e më në telefon dhe i thot, profesor, çfarë jeni duke bën, sepse dëshoj të vijë dhe të konsultohem për diçka. Një fjalë që më ka lind thot një ide. Dhe Einsteini i përgjigjet. Po qëndroj në rregullshmërinë e çrregullimit. Po qëndroj në rregullin e çrregullimit. Edhe yllësia që duke sigur ato lëvizjen në mënyrë kaotike, jo, kanë Rregullat e veta. rregullat e tyre. Gravitacionale. Edhe neve, në trashëgimin ton, Po, vëm rregull, por pranojmë edhe arsjetimet më të bukura. Deshet në një diçka. po letorin tonë, ditarin. Po të martë e mira, po përse nuk me thot, kjo është një... To e në pjesë të rëmujës tane. Kjo është një ditar. Po, kjo e në rëmuja jote, mi fjallë. To i ke bo vetë të rëmujën ti. Është rregulli Numër 1 njeriut për të mbaj ditar. i rrëmujshëm. Bukur. Nuk po i lexoj larg sepse nuk i di që ka qanë shkru. Nuk Mirë. Ta këpusin këtu tashi? dëshiroj, Ta këpusin këtu tashi, se këta e kishim për vetëm për unë e ti. unë dëshiroj mikuem që të komunikoni nëpërmjet mediave një përshëndetje Po. protestuesve shumë të kulturuar që kanë vazhdu në hyrjen e muajit qershor 2026 në një protest sinqerisht shembullore, advetare, do me thënë kombëtare. Po. Dhe me lejo ta lexojmë marrje kështu. Me erdhi frymëria kur posh rinin advetare. U ngazleva dhe u musha me guxim kur posh në fillim qershorin e këtij vitit rinin ton, rinin time të dalë në protest për të mbrojtur nga tjetërsimi, nga shitmblerja që politikanët po i bëjnë adheut ton të dashur Shqipërisë. Protesta u zhvillu dhe besoj do të vazhdoj deri në realizimin e qëllimit për të cilin po zhvillohet mosshitjen e Shqipërisë nga mafiozët, nga trafikantet, të cilët kanë pushtuar politikën, por jo Shqipërinë. Kam besim të kjo rini se do të ribëjnë Shqipërinë, të cilës i kam kushtuar edhe unë një vjersh. Shqipëria ime. Me lezo i nderuar miku em, ta
paraqes ta deklamoj para publikut vjershen. Dhe mundësisht komunikoni si djalosh, si rini, një fjalë, si kënaqësi, si ripërtritje, dhe më thënë kena besim tek juve, dhe po filloj. O Shqipëri, Shqipëria ime, ku me je, pse më la kështu jetime, këtu me ke, ku i ke djemtë edhe vajzat, por si zana, e janë i këtu të ju ngro, jo thret nana, se fort vendi, po, është damtu. Sa më shpejt që t'jetë e monën me e ndërtu, kur ju do të vini në token am, atëhere në lokja abandonom, e ngrenë zanin shumullin të i kënu, i thot botës kryelart, jam këtu, se shumë kome, po, janë shu, por i liret, pra, shqiptarët, kanë mi jetu. O Shqipëri, Shqipëria ime, kryelart, si zgalemi, si Shqiponja, i rrethkrat, ty të kjo fjeta gjatë, në përshekuj, në furton dhe në shtengat. Pal Niksoli, me falni, inxhinier Pal Soli. Faleminderit shumë, Zoti Ju Trujt. lutem të nderuar, të respektuar rini e përjetshme. Me këto protestat tuaja shëmbullore, vazhdoni dhe ju do ndërtoni dhe do rindërtoni. Kena besim ke ju. Mirënjohje, shëmbullim për Shqipërinë.